Dhe po e them sinqerisht, si pëlqen këtë se këta trit janë qashtu, po i vetmi shtet sot që ka një udhëheci që është zëdhënëse muslimanëve është Turqia. Udhëhecin e Turqisë e dojnë edhe hoxhallarët shqiptar, edhe angles, edhe amerikan, edhe arab. E dojnë edhe qëta trit me mjekra dhe këta pa mjekra. Pse i vetmi po i thet botës, veç pse janë muslimanin i të javë botë qishto. 14 atentate ja kam pregadit Haxhi Regjepit. Se Haxhi është edhe medresant, Mulla Regjepit. Recep Tayyipit 14 atentate. Tha njoni, tha, si shkon largë, tha shta ka thonë zoti. Mu me ma boni atë të thonë të mvrojnë që të dera, se qashtu jam i pa pregaditun, aje rifi po shkon i pregaditun. Aje po i kalzo botës, që na si musliman po dojna që shtu në botë me hi, si musliman. Edhe po kënon Koran, e kemi po vjen Kosovë, po Allah i zemër po më rritët. Edhe këta deputet marksista, enverista që i kemi në parlament, po ju kallet zemër, dule jo deputetja që ka orë për i Shqipnisë. A me konë mirë, tybe nuk i shartë na heq, kish ne që t'jen vendve, po ti s'ka pas vend, heq që që t'je dikun. Edhe ajo tha, na pengon, tha, agenda islame e kryeministit Turqisë. Pse? Unë nuk e kum pa agenda, po më kallzoj një hoxh, një shok i jonë, shkretari Vakafit në Prizren, shok klase, është i komunitetit turk. E tha, kur niset për atjehit, tha e bon shembull në Prizren me drek me konë, në Prishtinë me aksham. Këti litha me namaze. Edhe me si të mje kum pa të mojt ligjeratën aty në Prizren, kur ke vjeta, kur ke? Se ke dhe si vjet, je vjet, në 2012-2013, mu i me gabu vitin, të fol, ora 18 e diçka, kur janë nisen e zonat, aty si me konë Arabi e zonën Prizren, edhe veç kur peksyru nalë. Ta është peksyru kryeministri jonë, peksyru në mediat, a i vesi reke, e thërke bën ideale zonën, na knashke zemrat, kej, te ju thirë zonë e pengon. E normal të ashtë i pengon botës, se agenda islame ka. Normal që i vetëmi lider të musliman që 3 herë në zgjedhje veç po shkon të e rrit për qindjen. Zakonisht herën e parë një shkon nalt, tani veç shkon për të poshtë, ose edhe herën e dytë, ama tretën bjen të poshtë. Ky që 3 herë veç përpjet. Tash çore bota që bën sioniste, ja organizuan një komplot. Një hoxhi turkisë që rrin në Amerikë, para mendo tash, para 20 vjet e bëj ke do, o Allah thë i ke ndihmoj. Kër e kom pas që tash më të shërë trupi, qëfar doa e bëj ke kondaj tina. E bëj ke doa, në thejke, Allahum me zelzilin arda tahta aqdamihim, o zot e ke dredhja o toke në kom, Erdoganit edhe këtyne. Stakfar Allah. Pse tash a i hoxha met atje, sa i pe kalzën ilmin atje në Amerikë, po këthe më në Turki kalzën ilmin, e a i pe kalzën atje, e këta pse arriti kështu, ja të lo vetën këgja, edhe me protesta, edhe me ato. Andaj gjendja është të dhimshme. Dhe ky met, edhe në Turqi, edhe këto edhe atje, nuk rregullohet ndryshe vetëm që shë rregullohet ai përpara umeti. Me që janë rregullohet, me që të libe që atje me Koran. Gjendja umetit ton rregullohet vetëm me Koran. Mirë po tash me Koran, këshëre, Evropa e marrë është në Bashkinë Evropiane ka shti Bugarin, Rumonin, Çekin, Slovakin, Polonin, shtete, zhlëkajt. E mos beshti Turqin. Po Turqia është, po di që me thonë, është kopshti i të mirave për Evropën. Kopsht, bashkë është, se Zoti ja ka dhonë pozitën geografike, kejt me detna, me lumej, me liqej, gjelbrim, nëse gjenet ka dikon, në dënja, gjenet se ka, gjenet dhe më në kopsht dënja se ke Turqin. Me rrugë, me infrastruktur, me ato krejt. Vetëm, ma në men se gati 100 vjetë kam punue për me shkim Turqin. Para menoj që këtë kryeministri, kur mas parë kryeministri ka qu vajzë në Amerikë me studiu. Pse? Se e vajzë e vetë Rejhana, që po temin, nuk ka mujtë me studiu me Shami, se nuk pelen për shteti Turqisë, e Amerika e ka lanë. Edhe vajza Erdoganit e ka krye atje për shkak, e tash ti vajza e jeme, jo t'ja shkon e krye në Stamboll, në Ankara, ku dush, se tash ti lejohet me Shami. Lejohet me hin parlament me Shami, lejohet me hin akademi me Shami, lejohet me hin spital me Shami, lejohet më falë ku dush.